të dashur student, të nderuar qytetar, kjo protest nuk duhet të ndodhte kurrë. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët e dinin në rrugë për gjuhën e tyre. Po ja ku jeni. Buon studente, figo, vediamo da Lecce. Po para se të jemi student, para se të jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli. Gjua shqipe nuk është veç mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbjetuar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Bravo! Si që është të fishta, gjua e shqipe, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e lirë. Kjo është gjua jonë, kjo është identiteti im, Shqipja, kurse si nuk negociohet. Ne jemi studentë të drejtësisë, ne jemi ata që nesër do të mbrojmë ligjin, por sot jemi detyruar të dalim këtu për të kërkuar diçka që lidi tashmë e njeh. Të drejtën për të përdorur gjuhën tonë anëtare. A është që shumë, a është që kërkesit e pruar, kjo është minimumi, baza, digniteti, sepse një shtet që nuk zbaton të drejtat e veta që i ka shkruar, nuk është i fortë, është i prishtë. Nuk kërkojmë favore, kërkojmë barazi. Dhe le të jetë e qartë për të gjithë, ne nuk jemi kundër askujt. Ndoshta në frugovit. Ne jemi këtu për vetën tonë, për gjuhën tonë, për të ardhmën tonë. Mandela thoshte të flasësh me dikën në gjuhën e tij, do të thotë të flasësh në zemër. Prandaj, sot ne kërkoj që shteti të na flet në zemër, në gjuhën tonë, në shqip. Sepse gjuha është historia, është gjak, është kujtesa. Dhe një popull që detyrohet të kërkojë gjuhën e vet, nuk ka problem gjuhe, ka problem drejtësie. Sot jemi këtu të qetë, të vendosur, të bashkuar. Ndoshta jo aq qetë, po. Nuk do lejojmë që Shqipja të trajtohet si opsion, sepse Shqipja nuk është opsion, Shqipja është identitet. Sot, nga ky shesh, nga ky zë i përbashkët, ne po themi një gjë shumë të thjeshtë. Nuk ka shtet të së drejtës pa respekt për gjuhën, nuk ka barazi pa shqipen, nuk ka të ardhme pa shqipen. Dhe ne jemi këtu për këtë, jo për sot, po për nesër, për të gjitha ata që do të vinë pas nesh, sepse ne jemi brezi që nuk esht, ne jemi brezi që nuk dorëzohet, ne jemi brezi që mbron me flet shqip. Kjo nuk është vetëm betejë jonë, është amaneti atyre para nesh, dhe përgjegjësia ndaj atyre që do vinë pas nesh. Le ta dëgjojmë të gjithë. Ne nuk do të rriqemi, nuk do lodhemi, nuk do ndalemi, derisa e drejta të bëhet realitet. Shqipja nuk negociohet.